Një ditë pas gjetjes së trupit të pajetë 34 vjeçarit Eglant Koçi, janë kryer ekzaminimet e para mjekoligjore. Sipas burimeve, nga ekzaminimet paraprake është evidentuar një plagë në pjesën e pasme të kokës, e cila dyshohet se është shkaktuar nga armëzjarri. Megjithatë, trupi i riut është dërguar në morg, ku pritet i nënshtrohet ekspertizës së plot mjekoligjore për përcaktimin e shkaqeve të sakta të vdekjes. Trupi u gjet në gjendje dekompozimi në fshatin Cerruj, midis Tiranës dhe Elbasanit. Burime bëjnë me dije se identifikimi u bë nga familjarët e viktimës pas lokalizimit të zonës nga policia me ndihmën e dronëve. Eglant Koçi rezultonte i zhdukur prej rreth 2 javësh, ndërsa zhdukjeti ishte denoncuar nga familjarët pranë autoriteteve. Në kuadër të hetimeve, është shpallur në kërkim shtetasi Armand Shakaj, i cili dyshohet të jetë shoku i ngushtë i viktimës dhe autori i ngjarjes. Në zyrën e Armand Shakajt, policia pati gjetur gjurmë baruti dhe një shenjë në mur, e cila dyshohet të jetë e shkaktuar nga një prerë plumbi.